Fjalë që Allahu i Madhërisëm i uren. A e di se disa fjalë që i themi çdo ditë, pa i kushtuar rëndësi, mund të jenë të urryera tek Allahu i Madhërisëm dhe për to do të japim llogari. Disa shprehje dhe fjalë që Islami na këshillon t'ju shmangemi atyre. 1. Ankimi kundër kaderit. Si për shembull kur themi: pse mua gjithmonë? Zoti nuk është i drejtë me mua, dhe fjalë tjera të ngjashme. Allahu i Madhërisëm thot: Allahu nuk i bën padrejtësi askujt. Besimtari duron dhe i beson urtësisë së Allahut, edhe kur nuk e kupton sprovën. Andaj këto janë disa fjalë që nuk duhet t'i themi në raste të sprovave. 2. Fjalë që nënvlerësojnë gjunahet. Si për shembull, kur themi: s'është ndonjë gjë e madhe, apo kur themi të gjithë e bëjnë. Pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhis salam ka thënë: besimtari i sheh gjunahet si mal mbi kokën e tij. Gjunahu i vogël bëhet i madh kur nënvlerësohet. Andaj asnjëherë mos thuaj të gjithë veprojnë kështu, apo nuk është ndonjë gjunah i madh. Por kujdes se ligjin e kujt e ke shkelur. 3. Betimi i rem ose i panevojshëm. Si për shembull, kur themi: pasha Allahun, pa nevojë, dhe betimi për gënjeshtër. Pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhis salam ka thënë: kush betohet rreshëm, ka fituar zemërimin e Allahut fuqiplot. Duhet të kemi kujdes se emri i Allahut është i shenjtë, mos e përdor për fjalë boshe. 4. Mallkimi dhe fjalët e rënda. Si për shembull, kur mallkojmë njerëzit, apo fyejm dhe shah. Pejgamberi i Zotit alayhis salam ka thënë: besimtari nuk mallkon, nuk fyen dhe nuk flet fjalë të ndyra. Gjuha tregon gjendjen e zemrës, andaj besimtari i mirë nuk duhet të flet në këtë formë asnjëherë. 5. Të flasësh pa dije për fen. Si për shembull kur themi: kjo është halal, pa dije, apo kjo s'ka problem, pa asnjë bazë. Allahu i Madhërisëm thot: mos flisni për atë që nuk e dini. Fjalët për fen janë përgjegjësi e madhe, andaj pa dije të vërtetë nuk lejohet të flitet në emër të fesë, sepse përgjegjësia do të jetë shumë e madhe para Zotit. Gjuha është e vogël, por pasojat e saj janë të mëdha. Le ta ruajmë gjuhën, që Allahu të jetë i kënaqur me ne.